Në prag të samitit të procesit të Berlinit, Britanisi rekomandohet të marrë leadership në Ballkan, kërkohet edhe të loboj për njojën e Kosovës. Supremja pranon ankesën e AK-s për Junikun, PZAP-ja detyrohet ta shurtojë kërkesën për rivotim, e numrimi votave me kusht drejt fundit. LVV-ja me më së shumti shpenzime për korrik shtator, ku sipas të dhënave kryeson me gjithsej 663.459 euro të deklaruara, pas saj vin PDK-ja e LDK-ja. Përshëndetje të nderuar shikues. Dyfishimi i përpjekjeve diplomatike për njojën e Kosovës nga Shtetet e Bashkimit Evropian është një prej 3 rekomandimeve të nxjerra për Britaninë e Madhe nga një raport i think tankut New Diplomacy Project me disa autor me në krye ish sekretarin e përgjithshëm të NATO-s George Robertson për rivendosjen e leadershipit britanik në Ballkanin Perëndimor. Në prag të organizimit të samitit të procesit të Berlinit në Londër, raporti nxjerr rekomandime se si duhet të veprojnë Mbretëria e Bashkuar, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja për ta stabilizuar rajonin. Sipas raportit, rekomandimi i parë është që Britania e Madhe të marrë një rol udhëheqës për Ballkanin Perëndimor. 6 liderët e Ballkanit Perëndimor do të takohen të mërkurën në kuadër të samitit të procesit të Berlinit që këtë vit mbahet në Londër. Forcat e armatosura të Britanisë së Madhe do të vazhdojnë mbështetjen për misionin paqëruajtës të udhëhequr nga NATO-ja në Kosovë KFOR për të paktën edhe 3 vjet deri në dhjetor të vitit 2028, ka njoftuar qeveria britanike të mërkurën. Njoftimi është bërë në të njëjtën ditë kur kryeministri britanik Keir Starmer në Londër po pret samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor, ku po diskutohet bashkëpunimi rajonal për sfida të përbashkëta, siç është migrimi i parregullt. Aktualisht Britania përqendrohet në një forcë rezervë me qindra ushtar, të cilët mund të dislokohen në Kosovë në kohë të shkurtër nëse kërkohet. Gjykata Supreme ka pranuar si të bazuar ankesën e AK-s për Junikun, duke shfuqizuar vendimin e mëparshëm të PZAP-s të datës 15 tetor. Me këtë vendim, çështja i kthehet PZAP-s për rivendosje, thuhet në njoftimin e gjykatës. PZAP-ja pati hedhur si të palejuar ankesën e AK-s, e cila kishte kërkuar shpalljen si të paligjshme të zgjedhjeve komunale në Junik dhe organizimin e rivotimit, duke pretenduar se shkeljet e evidentuara në procesin zgjedhor kishin ndikuar në rezultatin përfundimtar. Lëvizja vetëvendosje ka shënuar shpenzimet më të larta ndër subjektet politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës për 3 mujorin korrik shtator 2025. Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ-ja, LVV-ja kryeson me shpenzimet më të larta gjatë këtij 3 mujore, me gjithsej 663.459 euro të deklaruara. Këto shpenzime përfshin aktivitetet politike, funksionimin e partisë dhe shpenzime të tjera operative. Pas saj vjen PDK-ja, e cila ka raportuar një shumë prej 220.660 eurosh për 3 mujorin e njëjtë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka deklaruar se ka shpenzuar gjithsej 188.533 euro, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka paraqitur shpenzime në vlerë prej 20.765 eurosh, që është shuma më e ulët në krahasim me partitë e tjera parlamentare. Një person ka mbetur i lënduar si pasojë e shpërtimit të një bombole të oksigjenit në magjistralen Kaçanik-Ferizaj, konkretisht në fshatin Nikaj. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt Kanon Veseli ka thënë për kohën se personi i lënduar pas ndihmës së parë në Kaçanik është dërguar për trajtim në ÇKUK. Rasti ka ndodhur në një fabrikë për mbushje të bombolave të oksigjenit, ku janë shkaktuar dëme të mëdha materiale.
Sulmet intenzive ruse me dronë dhe raketa në disa qytete në Ukrainë kanë lënë të paktën 7 të vdekur, përfshirë 2 fëmijë, ka njoftuar të mërkurën presidenti Volodymyr Zelenski. 26